Përshëndetje miq, sot do të realizojmë një look festiv, por ama të thjeshtë, të cilin mund të realizoni me shumë lehtësi në shtëpi. Primeri që do të përdor është nga Gizen me efektin mat. Kaq mjafton, shumë pak. Kryesisht do ta aplikoj tek zona T. Kremi pudër është përsëri mat nga Gizen në nuancën 01. Dhe do ta aplikoj me sponxherin e vogël që ka këtu. Do të vazhdoj me concealerin në nuancën 01. Kjo është mënyra se si do të aplikoj concealerin. Është momenti i blushit dhe do të vazhdoj me këtë përsëri nga Gizen në nuancën 04. Nuk duhet të harrojmë baking. Gjithandej ku lëkura yndyroset ose krijon krisje. Për vetulla do të përdor paletën numër 04 që ka nuancën si në gri dhe njëra është në plur, tjetra është në gjel. Do të përdor lapsin nga Gizene në numrin 09, njësoj si ngjyra e thonjve të mi. Pak blush tek pjesa e sipërme e syrit. Highlighterin jam duke aplikuar me një beauty blender të lagur. Ky është beauty blenderi nga Modastika dhe aplikoj gjithmonë kështu sepse merr shumë shkëlqim dhe highlighteri është likuid në nuancën 02 nga UMF dhe duket komplet tjetër gjë në momentin që e vendos me një beauty blender të lagur. Dhe prekja finale, sepse kanë ngelur vetëm buzët dhe këto janë produktet e fundit që do të përdor sot. Lapsi nga Gizene në nuancën 05 dhe lip glossi në nuancën 308. Dhe këto do të jenë të fundit për sot. Le të vazhdojmë. Dhe ja ku doli buza e sipërme në dritë. Mund edhe ta lëm vetëm me kaq, sepse looku duket shumë bukur, por unë po vendos dhe pak fare lip gloss, meqense e mendova lookun kështu që në fillim. Shumë pak. Dhe aroma ky lip gloss nuk e di, e ka si karamele, dhe ka shumë të mirë, por edhe ngjyra me lapsin kombinon shumë. Lapsi ishte në numrin 05, kurse kjo është në nuancën 308. Dhe buzët duken shumë të plota, sikur nuk janë buzët e mia. Dhe ky është looku përfundimtar. Kjo ishte e gjitha, dashur miq, uroj të jeni kënaqur gjatë këtij minutazhi, po aq sa edhe unë duke realizuar këtë grim për ju, dhe shpresoj dhe në kohën kur ta realizoni në shtëpi të jetë po kaq e thjeshtë siç shkoi edhe për mua, tak, për pak minuta u realizua. Produktet i gjeni të gjitha tek Modastika, kështu që janë festat e fund vitit, përfitoni nga ofertat, ku mund të përdorni edhe kodin Marina10, kështu do të keni uljen tuaj në emrin tim. Shumë faleminderit për kohën, do të shihemi përsëri me video të tjera dhe ju uroj një vit sa më të mbar dhe të kaloni shumë bukur këtë ditë.